Për 2.000 denar do të jetë më e lartë rroga e muajit mars të vitit të ardhshëm, ka njoftuar kështu ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi. Sipas ministrit, ky hap është pjesë e planit të qeverisë për përmirësimin e standardit jetësor dhe përkrahjen e punëtorëve me të ardhura më të ulta. Ai gjithashtu ka njoftuar se me ndryshimet e reja ligjore, qeveria dhe ministria që ai drejton po krijojnë kornizë të qëndrueshme që do të mundësojë investime cilësore, hapjen e vendeve të reja të punës. Shtoi se qëllimi është që përmes masave të reja të nxisin investime me vlera më të mëdha, të cilat sipas tij do të zhvillojnë industrinë e prodhimtarisë. Këto janë kompani që realizojnë investim fillistar në shumën jo më pak se 100.000 euro. Edhe atë në kuadër të industrisë përpunuese, si nxitës i sektorit real, të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të zotrojnë të paktën 51% të pronësisë së subjektit afarist. Është e rëndësishme të theksohet se subjektet me veprimtari në bujqësi primare, pylltari dhe peshkim, si dhe ato me aktivitete ndërtimore që lidhen me ndërtimin dhe shitjen e banesave dhe ndërtesave afariste, nuk kanë mundësi të aplikojnë për mbështetje financiare. Përndryshe, Durmishi ka njoftuar se zbatimi i ligjit fillon më 1 janar të vitit 2026 dhe se presin rezultate konkrete dhe të matshme, ndërsa tha se Ministria e Ekonomisë dhe Punës mbetet e përkushtuar në krijimin e klimës së përshtatshme dhe mbështetëse të bizneseve.